Kjo zonja më përfshin mu me Slavko Simiqin, me njerin që komunikon të vetë, bashkëpunon të vetë, dhe mek se unë e Slavko Simiqi jemi të njëjtë. Pra këshyre, qësa e poshtër dush me konë, politikisht, me bo një gjatë e tillë. Tu e ditë që ky ka qenë bashkëpunëtor i saj, tu e ditë që unë asë një lloj komunikimi me Slavko Simiqin, kur se kom pas, as nuk e kam. Muj me pas, se është deputeti i Kuvendit Kosovës, po në këtë periudhë, asë një lidhje me këtë punë, ne kemi marrë një material, kemi marrë në mënyrë anonime, e kemi analizu, me kolegët e mi këto, me Jetmirin, kryesisht krenarin, i kemi bë analizë forenzike, teknikisht, për me pa se mund të jetë i manipuluar ky material. Është vërtetu që nuk ka asnjë ndërhyrje, është original, pra pa shkputje, pa ndërprerje dhe pa ndërhyrje. Dhe kemi publiku. Natyrisht kjo pa të bë bujë jashtëzakonisht e madhe, sepse konfirmohej që Albin Kurti e Milan Radojqiqi ishin në një linjë për tema të caktuara. Pra, njeri i kërkuar nga Prokuroria e Kosovës, nga gjykatat drejtësia e Kosovës për vepra të ndryshme penale, bashkëpunonte me Albin Kurtin, kryeministër, patriotin ton, në të paktën dy tema që janë tepër të rëndësishme. Ligji për pagën minimale që përfshinte përjashtimin e veteranëve dhe zgjedhja e një gjyqtari në gjykatën kushtetuese. Tani, si ka mundësi, kur është e vërtetuar gjithë kjo, ajo më bën mu kallëzim penal, bashkë me Slavko Simiqin, në mënyrë që mu shpërla para militantëve vetë që unë ju kom bë këtyne kallëzim penal. Dhe çka konstaton prokuroria këto, është fantastike. Konstaton që vetëm Mimoza Kusari Lila në deklaratën e dhënë në prokurori nuk e mohon që ka fol as me Milanin e as me Slavko Simiqin. Ne, në dy prokuroria thot nuk është materiali i manipuluar. Në tre thot nuk ka vepër penale të nxitjes së urrëties, mosdurimit, kombëtar, racor, fetar. Sepse s'kishte të bënte. Si Mimoza, besoj, edhe ajo dhe unë jemi shqiptar. Fetarisht se kemi prek, kombëtarisht s'kemi fola, është patriote, është tradhtare, thjesht materialin e kemi qitur. Pse ajo ndjehet keq, e ndërdia e saj mund të thotë që është tradhtare, unë si kam faj. Po ajo ka fol me ta, jo unë. Ajo është bashkëpunëtorja e Milan Radojqiqin. Dhe kisha pas shef me analizu çdo pika cilat ma herët i diskutum visar. Po, shetash, spari, këtë që e thati që mu mboni shumë përshtypje, dhe me thonë që Mimoza nuk bën kallëzim penal për ato që i ka thonë publik. Pra që është materiali i montum, që nuk është e vërtet, dhe me thonë që e kanë montu që ashtu që e me dalë keq. Tu, ajo i pranon që materiali është autentik, pranon që ka bised, edhe thot që publikimi i kësaj ka elemente të nxitjes së urrëties. Po, se kanë sulmu, e kanë shah, e kanë fy, do me thonë, ajo është ndjehet që ashtu. Absolutisht, po jo mediat, jo te edhe mediat tjerë. Që kanë po pastaj njerëz atje, po vjen keq, po do me unë e di që secili se ka pas shumë debate për këtë gjë, do me thonë në për studio televizive, secili debat, secili njeri që e ka kritikuar. Asnjëri nuk e ka kritikuar pse po flet me serbt. Që kishe mujt me thonë atë në qepi ti pe bën një fashtu generalizimi. Kërkush s'ka thonë gjashtu. Ka thonë pse me Milan Radojqiqin. Me terroristin. Me terroristin, se me Simiqin kërkush nuk e kundërshton. Ose dhe kësaj dite, domethënë. Pra s'ka as element. Dhe unë mendoj se kjo e ka ditë. Kjo pa di o bo më udok në sytë e publikut, kishe për një me pas ka diçka të pavërtet. Aty veç sa mja tentim të cungim të kredibilitetit të raportimit për të gjë. E dyta është që edhe temin si autor, edhe tonë si autor, si gazetar edhe si medium. Pra është më shumë luftë kundër medjave se sa luftë për të vërtetën në këtë rast. Se të vërtetën na e tregon vetë. Pastaj prokuroria thotë kur e kemi dëgjuar me vëmendje këtu një pikave. Bisedën mes Slavko Simiqin dhe Milan Radojqiqit, prokuroria e konfirmon që kjo bisedë ekziston, është e ingjizuar. Kemi konstatuar që nuk ka elemente të konsumimit të veprës penale, pra të nxitjes së urrëties kështu me radhë. Dhe Mimoza Kusari në kallëzimin e vet që ka bërë ndaj juve, ajo në fakt e nxit konfirmimin tash me dokument zyrtar të prokurorisë që këto janë autentike. Kjo temë mbyll.
E ka mbyll vetë E ajo. ka mbyll vetë ajo. Kjo temë mbyll, mo nuk kisha me diskutu. Interpretimi politik që ja bojmë në kësaj gjë, pastaj është tjetër gjë.